jetë kjo marrëveshje, atëherë unë po besoj që nuk do t'jenë qendra tipit mbyllur, si që përmendi kolegu, se nuk është problem për një shtet si Britania ti deportoj në vendin prej nga kanë ardhur. O shumë ma letë deportohen prej Britanisë për në shtetet si Algjeria apo Irak, Siri, pavarësisht ku janë, se sa prej Kosovës. Unë mendoj se kjo do t'jetë një marrëveshje ku të njëjtit ne do t'na kërkohet që një farforme të bëjnë si qytetarë të vendit tonë, dhe ata të kenë një qëndrim të përhershëm. Unë kështu mendoj. Ty jepet leje qëndrimi dhe një farforme ka ndështu pajisë me dokumentacion dhe të bënë shtetas të Mbretërisë së Bashkuar, atëre si alternativ gjindet Kosova ose një vend tjetër dhe ata vendosen këtu dhe po besoj që këtu do t'jetë destinacioni përhershëm i tyne. Kjo është mendimi im lidhur me këto. E pam që Shqipëria nuk e pranoi një kërkesë të tillë, me që tashmë ka pranuar një nga Italia dhe ka një nga SBA, një grup iranianësh të përdjekur që nuk guxojnë të kthejnë, ka vite që jetojnë në Shqipëri. Si duhet veproj Kosova, thani, në këtë rast? Po në këtë rast është vështirë një aleati të themi na jo, pavarësisht prej sfidave, po çka do që pasoja që do t'jenë, ne nuk guxojmë të prishim me një aleat, ose t'i themi jo kur dihet sakrificin edhe çka kanë bërë ata për Kosovën. Edhe ne duhet që të bëjmë diçka për ta, pavarësisht kostës. Thoni që do ketë kosto? Po është normale, se ti sikur t'ishin njerëz me një background apo dikush, se na po folëm për persona që ikin prej vatrave të luftës, po jemi të bindur se sikur të keni histori, apo të keni background pozitiv, ata do t'ishin akomoduar dhe në Britani, se çdo ditë fitojnë drejtën e qëndrimit, si në Britani, Gjermani, por janë një grupi njerëzve të cilët, ose me president kriminal, thani? President kriminal, apo edhe për arsyet ndryshme, që mujnë të largohen edhe vendosen në vendet e treta, si që është Kosova. Mëni që potencialisht ne mund të përballemi me një kërkesë ku do të na, le të themi, imponoj një farforme, marrë parasysh partneritetit me Britaninë, që të pranojmë një grup kriminalesh? Po s'po thom kriminal, po jo njerëz që nuk janë të pranueshëm për shoqërinë britaneze. Ata e kanë një arsye pse nuk ju pranojnë. Se nuk është problem të deportohet. Na po e shohim tash Donald Trump sa aeroplanin i deporton si për Meksik, si për gjitha vendet. Edhe Gjermania tash ke sot apo kur ke një lajm 70 persona për Shqipëri edhe Kosovë që i kanë deportu. Po për Britani nuk do të ishte problem. As financiar, as logjistik për t'i deportu në vendet prej nga kanë ardhur. Po duke pas një arsye sigurisht se nuk mund t'i kthen atë në vendet ku kanë ardhur, se do t'jetë ndonjë shkelje e drejtës ndërkombëtare, atëherë gjendet një vend tjetër që ka një marrëveshje dhe jo bëni... Ma shumë mendoj se këto qendra do t'jenë qendrat përkohshme të akomodimit për azil kërkues, kurse njëjtë që e ka Shqipëria, keni ndëgjuar nga dhe mediat se aty akomodohen gjithë ata që ilegalisht hyjnë territorin italian, ende pa shkel tokën në ujë nxinën dhe drejtohen për në Shqipëri. Aty do të bëhet pranimi fillestar, trajtimi fillestar, kërkesa e tyre për mbrojtje ndërkombëtare, trajtimi sa më i shpejt do të thotë se a janë persona në nevojë për mbrojtje ndërkombëtare apo janë persona që kanë migruar për shkaqe ekonomike dhe atëherë të organizohet kthimi i shpejt i tyre në vendin e origjinës. A duhet kemi frikë apo jo nga një kërkesë e tillë? Unë mendoj se herët është pa marrëveshjen, po besoj se këto qendra që po kërkohen nga vendet si nga Italia, Britania, për shohin në Shqipëri nuk është një numër i madh, edhe deri më tash nuk kam dëgjuar që dikush nga këto qendra ka arrit me dal jashtë ilegalisht të territorin jashtë këtyre qendrave, po trajtohen edhe gjithçka administrohet nga shteti italian, pra, edhe kthimi, edhe akomodimi më pastaj prej këtyre qendrave në Itali. Në këto lloj qendrash, në rast se do ta bënte Britania e Madhe një të tillë në Kosovë, atëherë implikohet stafi vendas, merret punësohet staf vendas, apo gjithçka do të jetë e koordinuar dhe
e reguluar nga Britania në këtë rast, siç është rasti me burgun e Gjilanit, që në bazë të një marrëveshje me Danimarkën do të administrohet tërësisht në legjislacionin e Danimarkës. Këto lloj kampësh pastaj funksionojnë me legjislacion të shtetit të Mbretërisë së Bashkuar në këtë rast, apo i nënshtrohen legjislacionit të Kosovës. Unë mendoj si funksionojnë si qendra. Legjislacionit Mbretërisë Bashkuar, sepse këta persona, nëse është fjala për persona me precedent penal, ata me legjislacion të Britanisë janë dënu dhe vujnë një dënim, apo kanë marrë një vendim për kthimin e tyre, dhe thotë nuk ka të bëjë legjislacioni i Kosovës. Po ashtu nëse kanë apliku për mbrojtje ndërkombëtare, ata kanë apliku bazë legjislacionit Britanisë, dhe edhe këtu do të trajtohen me atë legjislacion. Varet, dhe thotë këto i parashem marrëveshja mes ndërshtëtrore, po është do të thotë A kemi tani, kemi një kapacitet qoftë infrastrukturë, në base ata do investojnë vete, do ndihmojnë vetë në këtë aspekt, por staf profesional. Mund të themi që kemi krijuar staf profesional për trajtuar refugjatët me dignitet spaku. Ndoshta jo më së miri, siç është e mundur, por sa kemi kapacitete të tilla nga përvoja deri tashme? Po nga përvoja në kohë të pandemisë, për shembull, ka qenë është rrit numri i azil kërkuesve, migrantëve në Kosovë. Përveç kësaj qendrës për Magure që ka kapacitetin deri me 120 persona, andaj është një qendër tjetër në fshatin Vranidol, ku edhe aty nuk di saktësisht numri deri 100 ndoshta janë kushtet për akomodim, po ka qenë në atë kohë i adaptuar edhe qendra Belvedere në Mitrovic, pra është qendër e njësi speciale nëse zgabon. Edhe atje ka pas të akomodum pra migrant, azil kërkues e tjerë. Sa ka kapacitete për një shifër më të madhe, do të thotë për numra më të mëdha, besoj që do të jetë sfidë për Kosovën, po për këto numra 120 qendër të azilit Magure, edhe diçka në qendër këtë tjetrën në Vranidol, besoj se mund me menaxhu. Për një numër më të madh, për mandej resurse. Mund ta dim sa të huaj janë me këtë status në Kosovë? A ka statistika, apo tërkohës lëvizin këta dhe është problem, thuhet shifra e saktë? Status të refugjatit, ndoshta mbi 100, kurse me status të azil kërkuesve ajo shifër ndryshon. Ndryshon nga viti në vit, varësisht sa ka lëvizje, trendet që janë në nivel pa më herët se dikush akomodohet, rën disa